Pas 3 muajsh punime, Uracenit në Lezhë u hap këtë të hënë për kalimin e kombosorëve dhe automjeteve, duke I dhënë fund trafikut të rënduar që ishte krijuar në qytet. Me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, kjo urë, e cili ishte amortizuar dhe nuk garanton të kalim të sigurt për këmbësorët, është rindërtuar dhe zgjeruar. Përfundimi I punimeve u inspektua nga kryetari I Bashkisë Lezhë Pierin Dreu, sipas të cilit ky investim është pjesë e një vizioni më të gjerë për riorganizimin e qarkullimit urban dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore, me synim që Lezhë të përballojë më mirë fluksin sezonal, veçanërisht gjatë muajve të verës. Është një ndër investimet më të rëndësishme tona që kemi bërë deri tani, për disa arsye. Para, ura ka qenë amortizuar. E dyta, ura nuk ka pas kalim këmbësorësh. Siç e shikoni, është një urë komplet e re me kalim këmbësorësh, aksesohet shumë mirë nga të gjithë, duke pas parasysh edhe sepse jemi afër tregut dhe jemi afër një zone komerciale. Unë mendoj se efekti është dyfish plus trafikut, efekti është edhe në shërbim të biznesit. Pra, kjo zonë është komplet në rikualifikim, përveç urës po investohet edhe kanali. Më shumë shpejt ne fillojmë me gjithë rrugët e qytetit. Janë 43 rrugë në qytet që po bëhen dhe janë rreth 100 rrugë që do bëhen nëpër fshatra. Pra ka një bum të parë ndonjëherë në fokusin e investimeve në infrastrukturën rrugore, për cilën Lezhë në fakt ka më shumë të nevojë. Flasim për një qytet turistik, po nuk mund të flasim më për një qytet turistik me rrugë, me gropa dhe me... Plus ajo që është qershia mbi tort, që është sistemi I kanaleve të urave të zeza dhe urave të bardha, që do thotë që urat e zeza nuk do binë më në lumë, dhe urat e bardha të shiut janë të disiplinuara që nga kalaja dhe vinë dhe në një stacion shumë të fort pompash, që do thotë që Lezhë nuk do ketë probleme serioze në përmbytje më. Atëherë ne mbi këtë histori do të ndërtojmë një qytet që është I domosdoshëm të jetë më I miri në rajon dhe të shërbejë dhe turizëm. E pozicionuar në një pikë strategjike, Uracenit shërben si një korridor I rëndësishëm lidhës mes superstradës dhe brendësisë së qytetit, duke përfshirë edhe një zonë me aktivitet të lartë ekonomik. Hapja e saj do të shpërndajë fluksin e trafikut dhe do të ofrojë një alternativë të nevojshme për hyrje-daljet nga Lezhë.